Sot më 21 maj do të filloj votimi jashtë vendit për shtetasit jashtë Kosovës, të cilët janë regjistruar paraprakisht për të votuar përmes postës. Bëhet fjalë për rreth 105.000 votues që gjenden në shtete të ndryshme, por pjesa më e madhe e tyre është kryesisht në shtete europiane. Një ditë më herët zëdhënësi si KQZ Selezi ka mbajtur konferencë për media nga qendra e numërimit dhe rezultateve, ku shërbimi votues i këtij institucioni ishte duke bërë gati pakot e fundit me flet votime, të cilat do të dërgohen votuesve të regjistruar. Sipas KQZ-s, janë përgatitur 75.000 pako individuale dhe ato pritet që të fillojnë të shpërndahen prej sot, ndërsa rreth 30.000 të tjera do të dërgohen në aeroport gjatë sejntes dhe nga aty për të nisur jashtë vendit. Sipas KQZ-s, çdo pako është individuale dhe secila prej tyre përmban udhëzuesin për procedurën e votimit, flet votimin, zarfin e fshehtësisë dhe zarfin kthyes. Sipas KQZ-s, në çdo dërgesë postare, operatori ekonomik ka vendosur nga një numër të veçantë gjurmimi dhe është dërguar votuesve të regjistruar, të cilët mund të shohin vazhdimisht vendodhjen e pakos me flet votim. Votimi përmes postës do të përfundojë më 6 qershor, ndërsa KQZ-u ka bërë thirrje votuesve të mos presin ditën e fundit për ta dërguar pakon e tyre me flet votim, në mënyrë që të arrijë me kohë në kutim postare dhe më pas të tërhiqet për t'u sjellë në Kosovë për numërim. Për votimin me postë jashtë Kosovës, KQZ ka funksionalizuar kutit postare në 22 shtete, si Australi, Austri, Belgjik, Çeki, Danimark, Francë, Gjermani, Holand, Mbretëri e Bashkuar, Shqipëri, Sloveni, Suedi, Turqi dhe Zvicër e shtetet të tjera europiane. Po ashtu është funksionale dhe kutia përhershme postare KQZ-s në Kosovë.